Peshkatarët zhvilluan një mbledhje ku në fokus ishte shqyrtimi disa çështjeve të rëndësishme që lidhen me aktivitetin e peshkimit dhe organizimin e tyre në qytetin e Pogradecit. Gjatë takimit, u dha sqarimi përgjigjes së shkresës lidhur me peticionin e paraqitur nga një grup i vogël peshkatarësh, ndërsa u prezantua dhe raporti punës për periudhën 10 vjeçare që nga lidhja e kontratës dhe menaxhimit. Një tjetër pikë e rëndësishme e mbledhjes ishte zgjidhja e anëtarëve të Këshillit Administrativ me përfaqësues nga të gjitha zonat me qëllim forcimin dhe përfaqësimin e bashkëpunimit mes komunitetit të peshkatarëve në qytetin e Pogradecit. Takimi u shoqërua edhe me diskutime dhe reagime nga vetë peshkatarët, të cilët ngritën shqetësime dhe problematika që hasin në ushtrimin e aktivitetit të tyre. U theksua rëndësia e dialogut dhe bashkëpunimit për zgjidhjen e çështjeve që prekin sektorët e peshkimit në Pogradec. Peshkimi i Pogradecit është një problem social dhe pothuaj se shumë familje që në Tushe Mishlin merren me peshkim në Pogradec, ku na i kam Ministria e Bujqësisë bashkë me drejtorinë politike na i ka bërë të mundur numrin shtesë të lejave të peshkimit për të pajisur gjithë anëtarët, peshkatarët, për t'i bërë anëtarët e organizatës dhe për t'i pajisur me leja peshkimit. Neve dham rezultatet e punës që kemi kryer këto 10 vite, ku i përmendën dhe peshkatarët, po dhe ne dhe që i përmendën, nga peshkatarët. Ka patë rezultat dhe është bërë një punë e shkëlqyer sepse kemi eliminuar, siç thash, gjuetin e servës, gjuetin e heqjen e vlaqeve, domethënë kemi varkët e palishme, kemi eliminuar vjedhjet, sepse peshkatarët me peshkatarët vjedhin rrjetet njëri me tjetrin. Dhe është bërë një punë e shkëlqyer bashkëpunimi me institucionet dhe lizbatuese në rrethin e Pogradecit, si Kufiri apo Rendi apo Inspektorati i Peshkimit, është bërë një punë kolosale dhe përmenda edhe në takimin aty për pjesën e sasisë të rasadit që hedhim në liqen. Domethënë nga 30-40 kg që ishte vezë në atë kohë deri në 300.000 rasad, jete 2 milion e lartë rasad. Menaxhimi që ku është ngritur shoqata ka patur rregullim. Të mos lavosin siç lavosin jetë, se një pi një gotë lavosin kështu. Se un pi një gotë, por un jam që pi. Po faktikisht ka bërë një gjë të mirë. Se çdo gjë nuk bëhet kështu e kuptoj. Çdo gjë ka një rregullim domethënë të peshkimit. Po peshku është me periudha, nuk do të thotë se tër vitin duhet zesh peshk. Se prandaj quhet gjau. Gjau kur është periudha del, kur zesh del, se s'është po peshku është rojtur, nuk është për